Këtu është horoskopi i martë 13 maj 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Fillimi i kësaj dite lë diçka për të dëshiruar. Jeni më pa kompromis, do ta vini re në punë, por edhe në dashuri. Demi. Ditë e dobishme, në këtë periudhë mund të merrni informacion të dobishëm që do t'ju lejoj të merrni përparësi, një detyrë e rëndësishme. Binjaket. Ju do të keni nevojë për një pushim të këndshëm, por disa situata të lindura kohët e fundit nuk e lejojnë atë. Në punë ka shumë konfuzion, mund të arrini vonë për një takim, përpiquni të shmangni çdo shpërqendrim. Gaforia. Do të ketë vetëm disa momente melankolie për të fituar. Jeni lodhur të bëni gjërat e zakonshme, por nuk e lini veten të apatizoj, jepni vetes disa ditë pushim sa më shpejt të jetë e mundur. Luani. Ditë interesante, për shenjën tuaj perspektiva interesante 3 muaj nga tani, nuk do të jetë e vështirë të gjesh interesa të reja dhe edhe ambicie të reja për t'u ndjekur. Virgjeresha. Zgjedhjet që ju bëni sot janë fituese, gjendje fizike për fat të keq pak të rënd, në kuptimin që jeni të lodhur dhe keni nevojë të flini më shumë. Mos u tregoni shumë zgjedhës me të gjithë, edhe me veten. Peshorja. Vendimet vlejnë shumë, sidomos në këto ditë, një periudhë e rëndësishme. Ata që kanë qenë vetëm për ca kohë mund të shikojnë përreth tani. Akrepi. Jo gjithçka funksionon bukur. Diçka për të ribër në punë. Mos te kaloni asgjë. Shigjetari. Ju nuk keni pse të gaboni. Për shumë arsye të ndryshme, është më mirë të jesh i kujdesshëm dhe të shmangësh arsyet e konfliktit. Britsjapi. Është më mirë të veprosh, t'i bëjmë të domosdoshme nevojat e dikujt. Organizimi i mbledhjeve dhe festave në shtëpinë tuaj dhe me miqtë e ngushtë kërkon shumë përpjekje. Ujori. Në përgjithësi një ditë e mirë, nëse keni nevojë të sqaroni disa gjëra që janë të gabuara në dashuri, në marrëdhënie me të tjerët apo në miqësi, më duket koha më e mirë. Peshqit. Periudha e rishikimit edhe të marrëdhënieve më të rëndësishme në jetën tuaj dhe mund ta gjeni veten duke debatuar nëse dikush nuk ndjek këshillën tuaj. Tregohuni gjithmonë të kujdesshëm në marrëdhëniet me partnerët dhe bashkëpunëtorët, sepse idetë tuaja nuk pranohen gjithmonë. Dashuria në shërim. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.